Vjotra Mdjeta ishte një eksperiment i çuditshëm. Pas një farë kohe, regjizori i çmendur David Kodeli tha, unë jam gati, kur je ti? Është një influencer i cili kërkon me do e mos të marrë më të bukur e çdo gjë në çdo vend të mundshëm dhe është i smur nga kjo buri. Po, kam refuzuar disa role, po që janë në shumicën e rasteve janë skenari i dobët më shumë se ana monetare. Rolet që ndërroj janë gjithmonë Shakespeare-it. Janë ato personazhet më pikantë, Iago tek Otello, është një nga rolet e mia të preferuar dhe Ricardi III është ëndra. Vazhdon kjo histori e Sar Hoxhës. Mua më bën përshtypjen ndonjëherë pse nuk u komentua puthja e Oltës me Luizën e shumë se që u komentua puthja e Sarës. Unë dhe Joana jemi rritur bashkarisht me vajzën e vogël. Më shumë si ishte gëzim se sa një barr për të u hequr. Nuk mund të quhet kurr fëmia barr, nuk mund të quhet kurr fëmia një ngërç. Big Brotheri është një katapult e shpejti, them unë, për të ndodhur diçka më e mirë në tënde ose diçka më e keqe, është një tik me dy presa, por ata e dinë dhe unë jo.